Një paket financimi me vlerë 11 milion euro nga Bashkimi Evropian dhe Gjermania do të mbështesin forcimin e bashkisë në Shqipëri përmes projektit të ri BE për bashkit i prezantuar në Durrës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të qeverisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Projekti synon të rrisë efikasitetin e pushtetit vendor përmes investimeve në infrastrukturë, përmirësimin e shërbimeve publike dhe rritjen e kapaciteteve administrative. Kryeministri nuk i sheh këto para që vijnë nga BE-ja thjesht si mbështetje financiare, por për të janë investim strategjik. Ky program është një program i cili lidhet me modernizimin e institucioneve tona vendore dhe me mundësinë që përmes tij institucionet të rrisin kapacitetet e tyre njerëzore që janë edhe problemi ynë më i mprehtë i kësaj kohe dhe i kohëve që vijnë në rast se nuk fokusohemi me të gjithë forcën sot tek adresimi i tij. Gjatë fjalës së tij, kryeministri e vuri theksin tek diferenca që ekziston mes nivelit qendror dhe atij vendor në fushën e digitalizimit, duke e cilësuar këtë si një sfidë që duhet adresuar me urgjencë. Kemi një diferencë të papranueshme dhe të pajustifikueshme mes peshës që ka digitalizimi në nivelin qendror dhe në shërbimet publike qendrore dhe peshës që ka në nivelin vendor dhe në shërbime vendore. Arsyet e thash, disa mbase i kuptoj, të tjera mbase nuk i kuptoj, por kemi folur gjëre gjatë me ministrin dhe njëkohësisht do të flasim edhe me përfaqësinë e Bashkimit Evropian, do flasim edhe me partnerët gjermanë edhe me të tjerë, megjithëse sorry to say this, partnerët gjermanë në digitalizim janë brapa nesh, akoma punojnë me faks nëpër ministrinë në Gjermani, e dini apo jo? Ja, fax machine. Dhe do gjejmë përtej shakas që në këtë rast është shumë më shumë se gjysma e vërtetës, do gjejmë mënyrën për të adresuar këtë problem të digitalizimit. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, nënvizoi rëndësinë e rolit të bashkive në procesin e integrimit evropian. Nuk është sekret që 70% e direktivave rregulloreve të BE-s do të vijnë në zbatim në bashki, prandaj janë kaq të rëndësishme bashkitë. Roli juaj dhe partneriteti ynë është shumë i rëndësishëm. Rrugtimi evropian i Shqipërisë duhet të përqafohet dhe përjetohet në çdo bashki të Shqipërisë. Programi synon që qeveria vendore të mos jetë thjesht vëzhgues në proces, por aktiv në të ardhmen europiane. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo u shpreh se me këtë program pushteti vendor do të përfitojë në investime konkrete, qoftë në infrastrukturë, po ashtu edhe në shërbime publike. Programi i mbështetur edhe nga Banka Botërore pritet të sjellë ndryshime në mënyrën e ofrimit të shërbimeve publike në nivel vendor dhe të rrisë standardet e administrimit lokal në Shqipëri.